Derisa në Lipjan, 2 persona kanë përfunduar në pranga të mërkurën, ata janë ndaluar në dyshimin për përfshirjen në një vrasje të rëndë, e cila kishte ndodhur më datën 5 gusht të vitit 2022. Lidhur me këtë operacion, policia ka njoftuar, duke dhënë detaje përmes raportit 24 orësh, ata dyshohet për veprën penale si dhunimi ndihmës së kryerjes veprës penale, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedimi pa autorizuar i armëve, si dhe falsifikimi i dokumenteve. Gjatë bastisjes janë gjetur dhe konfiskuar 2 pistoleta fishek të kalibrave të ndryshëm, dokumentet të dyshohet e janë të falsifikuara, si dhe një sasi substancave narkotike, për cilat është hapur një rast i veçantë nga njësia policore e hetimeve për narkotik. 2 të dyshuarit pas intervistimit me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje për 48 orë. Një rast